në Kosovë? Po, ka, po kryesisht nëse e bëjmë një vlerësim të tillë në total kështu, dezinformimi kryesor qarkullon në media sociale. Ku aty kemi lajme të rreme, dezinformata, manipulime të fakteve, kemi përmbajtje të gjeneruara me inteligjencë artificiale, përfshi imazhe edhe video të saktuara, të cilat qarkullojnë, po problemi kryesor është këtu se këto arrin një ndërveprim të madh gjatë plasimit të tyre, për shkak se kemi shumë komente, shumë shpërndarje, shumë shikime të atyre videove të gjeneruara me inteligjencë artificiale, si fenomen domethënë që përbën një rrezik në vete, sepse nëpërmjet këtyre po arrihet një audiencë saktuar, po arrihet, po targetohet, po arrihet tash sa ndikohet, duhet me bëni matje të caktuar, po meqense po arrin aty, kjo përbën një problem në vete. Dhe tek, le të themi, edukimi i masave për të kuptuar pra se nga vije dezinformimi dhe si të mbrohen prej dezinformimit. E përmendet ju që jo çdo faqe pra është media, se kuptohet të zëmë media këtu ku jemi, ka një staf prej një numër të madh, qindra punëtor, dhe lehtësisht dallohet që është media, mirë po, si mund të bëhet që ky identifikimi, pra se të edukohen masa që të bëhet çaj identifikimi se kush është media, kush nuk është media, kush është burim kredibil, kush nuk është burim kredibil. Po të na është kryu përshtypja sikur në gazetë përpara, kur është publikuar domethënë një artikull në gazetë, është marrë imërsion domethënë i vërtet, për shkak se ka kaluar nëpër filtra, edhe tash në internet për llogarisin që çdo sen që publikohet në internet është e vërtetë dhe është e saktë. Kjo nuk vlen për internet, sepse interneti apo kryesisht media sociale e kanë thyr atë autoritetin e informacionit, domethënë nuk e kanë më gazetarët, domethënë autoritetin e informacionit me informu publikun, po e ka gjithkusht që mundet me hap një faqe apo një llogari në media sociale. Edhe kjo e bën, domethënë e krijon atë farë mjegullën informative ku duhet me bëu selektimin se kush është media e kush jo. Domethënë thash faqe këto të ndryshme që kanë kësi prapashtesa, jo domosdoshmërisht janë media, edhe duhet mi marr me rezervë, po një problem tjetër që vrehet audienca është përmbajtja ndikon shumë që publikohet aty. Nëse përmbajtja e përmbush ato ideologjikisht edhe politikisht, ai nuk mendon me verifiku atë përmbajtjen, apo faqen të cilën e cila ka publikuar ato. Ai e merr si të mirëqenë. Po nëse nuk e përmbush, atëherë ai e verifikon ose komenton në mënyrë domethënë duke e mohuar përmbajtje apo pretendimin që publikohet në ato përmbajtje. Cila është rruga për të arritur në këtë konstatim, Zoti Rizana, pra rruga juaj që të arrini në çet konstatim se a është i përmbushur me informacionin apo në bazë të komenteve kuptoni që nuk është i përmbushur? Cila është metodologjia? Thash, na këto që i trajtojmë në media sociale e kemi mënyrën e vlerësimit në bazë të viralitetit që e kanë. Domethënë, kjo neve na shtin me trajtuni përmbajtje, se nëpërmjet kësaj na vlerësojmë që kjo paska arrit një audiencë të caktuar, domethënë.